E kam thënë edhe më herët e po vazhdoj ta përsëris. Kurti nuk po don me bërë qeverim për shkak se vetë kandidimi në një farë forme edhe pse u duk dhe me ki befasishëm për Jalbulena Haxhiut për kryeparlamentare, la me kuptu që ai s'është interesum. Ai ka qenë shumë i sigurt që nëse Jalbulena Haxhiu propozohet si kandidate për kryetaret të kuvendit, atër votat e nismës të zotit Limaj dhe dy deputetëve të tij nuk do t'i ketë. Për shkak edhe të raporteve që i kanë edhe pak sa familjare ata mes tyre. Prandaj mendoj që Kurti është qëllimisht duke zvarrit procesin. Ajo që është më e keqja, Kurti vetë nuk është interesuar me bërë qeverim, po në anën tjetër nuk është të desht me ja leju as partive tjera që të formojnë institucionet dhe ta nxjerrin vendin nga kjo krizë. E kemi diskutuar edhe disa herë, kemi para pa këtë situatë, edhe në fakt jemi në atë situatë, ku Kurti është me çdo kusht, po i duhet kohë, derisa t'i qartësoj disa çështje që i ka ende të paqarta. Sidomos situatën që ka me prokurorinë e Kosovës e para, ende ka të hapur, edhe raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Prandaj ai është interesum të marrë kohë derisa t'i qartësoj këto situata. Nëse nuk arrin t'i qartësoj, atëherë mundësisht ta dërgoj vendin në